Në Korçë u mbyll edicioni i 15 i kolonisë ndërkombëtare të pikturës Ditët e Mios, një nga ngjarjet më të rëndësishme të artit pamor në vend, që mblodhi mbi 40 artistë nga vende të ndryshme të botës. Për disa ditë me radhë, qyteti u kthye në një qendër të krijimtarisë artistike. Edicioni 15 finalizohet sot me këtë ekspozitë që është në galerinë e bibliotekës Timi Mitko. Piktorët për 4 ditë kanë parë Korçën, rrethinat e saj dhe gjithë atë çka ata kanë ndjerë dhe kanë menduar për të erdhur në Telajo, do ta gjeni në këtë ekspozitë. Edhe vetë piktorët pjesëmarrës e cilësuan këtë përvojë si të veçantë, duke vlerësuar mikpritjen korçare dhe mundësinë për të ndarë eksperjenca artistike me kolegë nga vende të ndryshme. Kolonia gjithmonë jam të rëndësishme sepse është vetëm mënyrë që ne të takohemi me artistë të tjerë nga vende të ndryshme të botës, sidomos nga trojet etnike shqiptare. Është hera e parë që marr pjesë në një koloni të tillë. Korça është plot me muzeume dhe vende të veçanta. Duke ardhur këtu, pata mundësinë të njoh njerëz të rinj, të shkëmbejmë përvoja dhe jam vërtet e lumtur për këtë. Ne ndajmë eksperjenca, marrim kritika, japim kritika artistëve, shkëmbejmë mendimet e tona, mandej kemi komunikime, thrasim në ekspozita të tjera, koloni të tjera, kjo është shumë e rëndësishme. Kolonia Ditët e Mios vijon të mbetet një hapësirë e rëndësishme ndërkombëtare e artit, që promovon jo vetëm talentin, por edhe shpirtin krijues të qytetit të Korçës.